Urime Albin Kurtit për fitoren e madhe në zgjedhjet e të dielës së kaluar. Në një kohë shumë të shkurtër, rezultati për vetëvendosjen ndryshoi shumë, aq sa ishte e paimagjinueshme. Por e dini në një kohë kaq të shkurtër pse Albin Kurti arriti një rezultat kaq të lartë? Sepse kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shkoi në Hag të takonte Hashim Thaqin. Në vend t'i bënte nder, i ka bërë qeder. Ndaj dhe populli i Kosovës votoi dhe mbështeti më tepër Albin Kurtin. Në këtë situatë që marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë nuk kanë qenë ndonjëherë më të ftohta, më të akullta, as pak diplomatike, dhe sikur të kishim të bënim jo me shtetin vlla të shqiptarëve, por sikur kishim të bënim me zgjedhjet në Burkina Faso. Aq indiferente, aq antikombëtare, aq anti-shqiptare është politika e Edi Ramës, veçanërisht për sa i përket çështjes së Kosovës, kur nuk kuptoi kurrë atë aspiratat e kosovarëve, nuk kuptoi kurrë zhvillimet e politikës në Kosovë, e refuzon të mos njohë e të mos mbështes Albin Kurtin, por shkon takon në Hag Hashim Thaqin. Ja, sa mirë.